Një gru, se këtu në këtë shtëpi edhe di pse ndodh kjo, sepse lajmi i keq përhapet më shpejt se sa lajmi i mirë. To që do të thotë, dhe normalisht, hajde tani të coptojmë me 1000 epitete, kupton sepse kjo për mua bën bujë. Dhe bëri të njëjtën gjë. Edhe kur nuk pranoj ftesën time për të ngrënë një darkë në Trëndafilat, bëri të njëjtën gjë. Foli me Josin dhe erdhën u sulën të dy. Dhe tani bëri po prap të njëjtën gjë. Unë prap. Edhe Rozanës që vizetoha në një moment i thasha dhe tani po të vi. Që erdhi për herë të dytë të flasim pak. E nisi këtu dhe përfundoi aty ku është urgjesi. Tani të shante nga distanca dhe i thash pse e bën? Jo, pas kishte pse se të deri ajo ndete me ty, ajo po, më thoshte më trahtove tani këto 2 ditë do të tregoj unë pa ofendime, pa kuti unë, çuditëre. Pse duhet unë dhe jo ti? Mbaroj muhabetin. Unë zona veten në nominion. Dhe dëgjoj, kur ka thënë veri në publicitet, unë aty jam lëkundur. Kanë thënë mund të kenë votuar, por një mesazh që erdhi, asaj thoshte, shiko fatin që quhet Laert. Dhe aty e filloi kthesën. Bona, shiko fatin që quhet Laert dhe lëri të tjerat. I kishte ardhur një biglap. Dhe unë po thaja robat, dhe erdhi edhe unë sigurisht se vete ka thënë, pikë e ujit, ç'ke që bën kështu. Jo, nësa ja kam thënë Po pra atë po them. Dhe unë atë i thoja, që ti e ndave atë si lojtare, i thash, ku e ke Laertin, i thash. Duhet kishe ndet vetë si që mendoj unë në ta. Kishe ndet vetë, si voz tu, shkosh, sa të shkosh, s'ka rëndësi. Unë këtu s'kam në plan, sepse unë nuk e vën dyshim që është vajzë shumë e fort jashtë se shtëpia. Po patjetër më. Po më ishte edhe këtu. Ta përballosh jetën pa një prind. Sigurisht. Mos e vënë në diskutim. Mos e vënë në diskutim. Mos e vënë në diskutim. Dhe i thash ti, kishe vazhdu vetë. Po unë për këto luhatje të humorit kam folur. Për asgjë tjetër. Mua dhe kur shtëpia më ka thënë që është strategji, unë atë nuk ka strategji. E di si është puna. Naiviteti i saj keq kuptohet. Të fundit. Por është